Miki e thrasin mirë njerëzit e afërt edhe të dashur. Në fillim kur jam shkuar tek familja pra e platorit, Miki ka thonë që non dhe emri non e meriton vetëm nana jota. Familja ime e dytë, siç është për ju, na e babazë dhe Mirje Broha, e bashkë me platorin, jam shumë krenare që kam arritur të realizoj një nga ëndrat e mia, po për emocione, po ju them gjithve i kam lënë për pas nesër, e sot me sa duket nuk kam shumë emocione, po si do që t'jetë prap një moment shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm. Ky rrugtimi imi fillon nga familja ime, që gjithmonë më kanë përkrahur për ëndrrën time dhe për të realizuar tashmë librin tim të parë, dhe kanë qenë shtytësit e parë për të shkruar dhe për të ndjekur pasionin tim, dhe më pas familja ime e dytë, siç është për ju, na e babazë dhe Mirje Broha, e bashkë me platorin, janë një paketim të themi shumë perfekt për të më përkrahur, jo vetëm për librin, por për gjithçka. Tregom raportet me ta shikim, raportet me vjehrin këtë aspekt. Shumë mirë, madje unë shpesh herë dhe them që nuk duket aq shumë është një raport i mirë dhe nuk reflekton mjaftueshëm në rrjetet sociale aq bukur e kalojmë, dhe kjo gjithashtu është merit e dy anshme, po vlen të cekët sidomos pozitiviteti i Mikit që ka e që është e pamundur të mos kalosh mirë me ta. Raporti me saj dhe Mirjes është të jeti mirë, por përse theret Miki? Miki e thrasin mirë njerëzit e afërt edhe të dashur. Në fillim kur jam shkuar tek familja pra e platorit, Miki ka thonë që non dhe emri non e meriton vetëm nana jota. Edhe personalisht ma ka lehtësuar shumë për me mujt me pas një komunikim të lehtë me ta edhe të lirë, edhe kështu që kemi dalë në përfundim me këtë novull që është Miki. Krejt çka kam në mendje në këto momente është falënderimet të pafunda për dy familjet, sepse gjithmonë kanë qenë përkrahasit e mi numër 1 në krejt rrugtimin tim, jo vetëm në poezinë dhe në libër, por në gjithçka që kam ndonjë ide ose ndonjë nismë për suksesin të mia ose për gjëra që dua t'i arri, gjithmonë janë ata që më përkrahen. Ja dedikon 3 nga librin e parë. Librin e parë e kam mendu edhe ta shkruaj në libër si një lloj e dedikime. Ja dedikoj 2 familjeve të mia, po një diçka që është shumë e veçantë e librit janë 3 poezitë e para, janë dedikim për familjarët të cilët tashmë nuk jetojnë, që është gjyshe im, daja im dhe gjithashtu një shoqe e imja, dhe në fund është një poezi shumë e bukur që nëna ime ma ka dedikuar mua. Me dedikime për personat më të dashur e deri te frymëzime të brendshme, janë përmbledhur në vargje poezish. Të them tek frymëzimi e kam shumë të lehtë, vjen shumë rrjedhshëm dhe shumë natyrshëm. Frymëzohem nga çdo gjë, nga të tjerët, nga historitë të tjerëve, nga këngët, nga filmat, dhe për mua gjithmonë ka qenë një pasion shumë i lehtë për të realizuar. Kurse sa i përket romaneve vlen e njëjta gjë, po ky libër Një copë shpirti, andaj edhe quhet Një copë shpirti, sepse realisht është një copë shpirti im, që janë poezi të përmbledhura qysh nga klasa e 9. Kujtohet poezia parë që e ke shkruar, për çka konkretisht çfarë teme keni trajtuar? Pyetje shumë e mirë, nuk më kujtohet poezia e parë, po më kujtohet një poezi që e kam shkruar në bankat shkollore, në përfundim të klasës së 10, e që titullohet Njerëzimi, që mund ta gjeni në libër, e që më pëlqen shumë sepse ka qenë një moment shumë interesant, ku në një frymëzim të shpejt me disa mendime shkruaj në bankën e shkollës këtë poezi.